Na vjet dita ndoshta me po në panel kështë më shtyj me të debata. Nuk besoj që ka mëse ma im dalë për debate. Video e parë është një ditë pas dekretit presidentës, ku thot që keni mentalitet humbës, i keni 43 vota si opozit, dhe këtu thot që jeni të gjurë. Unë e kësha thonë që e mira këshme qenë mos me u frigu zoti Kurti po me dalë në debat me Betri Homzën. Le të del në debat, le të përballet, mos të mbyllet pas deputetëve të vetë të cilët i rrejnë shuplok, pa orë parasysh që ka fletaj. Unë e kam po kuvendin e Kosovës tash sepse jam këthy në kuvendin e Kosovës mësë 4 vite, kam dhonë dërheqet për garë në Prishtinë. Aty veç demokraci nuk ka, dhe e njëjti mentalitet tani tenton me u bartë në shoqëri, ku prap tenton që të nxjihen gjitha pozitat. Kështu që, po që se ka aq vetë besim, që e din që është i gatshëm me u përballë me gjithë unë mendoj që ai duhet del në për debate. A del ka arshimi me të? Po, ky po do me ndru, ky po thotë unë jam më i fort, po do me tregu që të tjerët janë të gjore, të mjere kështu, atëherë del me ata të gjore, me të mjere dhe provej vetë vetën. Shehe se ku je. Po ashtu do ta kemi mundësinë e 7 qershorit, ta shoma do e mbana avazën e njëjtë. Unë po them prap, po i kthehem. Detyra Partisë Demokratike të Kosovës është një. Me u mobilizu, me kuptu që e kemi detyrë të madhe, shumë detyrë të madhe, një përgjegjësi të madhe, si Partia Demokratike e Kosovës, si një parti e cila përpos ndërtimit të institucioneve ka vënë një kulturë demokratike, që ta ndalim këtë mendësi. Roli jonë me ndalë këtë mendësi. Roli jonë është me ndalë një person i cili 51.1 nuk i dalim bëllë. Pra në çdo format, çka do që merë, nuk e përkthen në të mirën e qytetarit. E përkthen në inspirim për mu shtyje dhe më shumë. Pra une, për ju thëmë, i kam thonë edhe dje në Gjilan, nuk kam pa kryeministër që del edhe tonë kohën flet për opozitën. Pra ai nuk flet për buxhetin e vetë, nuk flet për angazhimin e vetë, nuk flet për prioritetet e veta. A e ndëgjoni dikun të folë? A flet për shëndetësi? A flet për arsim? A flet për ekonomi? A flet për çmimet e rritura? Për asgjë. Çka flet? Konsumon dhe prodhon i natë. Kjo është vetëm një gjë që po e bën. Prandaj këtu është dallimi jon. Dëshira jonë është me ndalë një person të tillë. Partia Demokratike e Kosovës angazhohet për një jetë më të mirë për qytetarin, por në anën tjetër që ta, si më thon, me pështu pak vendin prej një mentalitetit të tillë që po duhesh me dhon këtu një ndërhyrje të vogël. Nuk është problem që asnjë person i fiton garën demokratike. Asgjë, nuk është ai një notë që ti duhesh me marr, ti duhesh me marr një notë për garë. Pra rotacioni demokratike normal. Vjen një parti, shkon një parti, në rregull është. Unë nuk e kam desedej notin në kuptim personal. Unë problemin e kam çka po bën ky me këtë fuqi politike. Me votën e qytetarit çka po bën. A kemi pa diçka? A ka investime të mëdha? A ka një ndryshim? A ka, unë kom taku dje në Zhegël Gilanit një vajzë e cila thotë krejt që është një po do me dal jashtë. Thotë unë du mu bo juriste në Kosovë, po unë e kam një problem shumë madh. Të keq është një po do me dal jashtë. Po votojnë me post tani. Pra, çka po do? Po dolin ja po votojnë me post. Edhe ajo më shumë. A di kur po votojnë? Që të që sipas tyre i ka shumë i. Kështu që ky tha politika nuk ka më inat, foli njëri që është më mendoj njeriu që ka politikën më me inat pe gjithë politikanëve.